Burri vret gruan me armë dhe më pas i jep fund jetës, identifikohen viktimat. Policia e Fierit ka zbardhur detajet e para të krimit të rënd të dy fish të ndodhur në Kuman të Fierit. 80 vjeçari Shefit Rapaj, banues në fshatin Kuman Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri pushk në banes bashkëshorten e tij shtetase dashurie Rapaj, rreth 75 vjeçë dhe më pas ka vrarë veten. Krimi ka ndodhur rreth orës 14:30. Shtetasi SHR, rreth 80 vjeç banues në fshatin Kuman Roskovec, dyshohet se ka vrarë me armë zjarri pushk në banes bashkëshorten e tij shtetasen DR, rreth 75 vjeçë dhe më pas ka vrarë veten, than burimet zyrtare. Grupi hetimor ndodhet në vend ngjarje dhe po punon për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të rastit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.